Kjo zonjë e përzgjedhur me kujdes nga Gorkem shfaqet papritur në zyrën e Mustafait, me një gatim të përgatitur nga vetë ajo. Kjo është për ju një falenderim i vogël për mbështetjen tuaj, i thot, me një buzëqeshje të ëmbël që fshihet pas një qëllimi shumë të thellë. Mustafa nuk dyshon asgjë. Ai mendon se është thjesht një gest mirënjohje, por ç'po ndodh në të vërtetë? Ai është tashmë në rrjetin e planit që ka nisur Gorkem. Gjithçka është nën kontroll. Gjithçka është pjesë e planit dhe Mustafai është vetëm në fillimin e këtij kurthi të heshtur. Nursema është ftuar nga Asude për një kafe, por kjo s'është një kafe e zakonshme. Asude e shikon me admirim artin e saj dhe aty mes një bisede të ngrohtë, ajo i bën një propozim që e emocionon Nurseman. Propozimi ka të bëjë me një punishte të re, një hapësirë ku artet e saj do të kenë shtëpinë e vet. Ajo nuk e beson, dikush më në fund po i jep një mundësi për të treguar veten, e ndjen që puna e saj vlerësohet, por ka edhe diçka tjetër. Asude i përmend të birin, Firazin. Ajo shpreson që ai të përfshihet në këtë projekt të ri, ndoshta si bashkëpunëtor, ndoshta më shumë se aq. Nursema është e entuziazmuar, por në të njëjtën kohë ndjen dhe një lloj presioni të ëmbël. E po ja ku vjen Nilai me ëndra të mëdha. Ka vendosur të shkruajë një libër, dhe jo një libër do si do. Ajo do të jetë autorja kryesore e vitit. Përballë redaktorit të një shtëpie botuese, ajo ulet gjithë krenari dhe thot: "Unë jam gati të botoj librin tim. Një libër për jetën, për martesën, për eksperiencat e mia të çmuara." Redaktori e pyet: "A e ka gati dorëshkrimin?" Nilai e zën ngushtë, e kapur në befasi, i përgjigjet se nuk është shumë e mirë në dorëshkrim dhe se kërkon patjetër ndihmën e tyre në lidhje me këtë gjë. Redaktori i shpjegon se shkrimi kërkon ndihmë nga një autor i dytë, redaktim dhe strukturim, dhe për të filluar procesin duhet të paguani 500.000 lira turke. Kjo shifër si duket i ra si bombë Nilait dhe kështu Nilai del nga zyra me dosje në dorë, e habitur dhe e zhgënjur. Ëndra e saj për të qenë shkrimtare e famshme, për pak dhe shpërfundoi si kartë krediti bosh. Por një gjë mund ta themi me siguri, të paktën ka përvojë për kapitullin e parë. Çdo gjë po ecën sipas planit, derisa telefoni bie papritur. Është një telefonat nga shkolla e vajzës së saj. E shikon që ajo shqetësohet dhe ngrihet ka ndodhur. Mustafa në atë natyrën e tij të ndjeshme i afrohet. "Çfarë ka ndodhur? Je mirë? Hajde se do të shoqëroj unë në shkollë." Pa e ditur, po futet më thellë në kurthin që Gorkem ka thurur me kujdes. Ja ku hyn në loj fati. E sheh Mustafan me një grua që nuk e njeh, e panjohur misterioze, mendja i mbushet me pyetje. Mustafa i zën ngushtë, por duke ruajtur kontrollin, i thot fatit se do t'i shpjegonte më vonë gjithçka. Gorkem, duke u ndjerë e sigurt në planin që kishte thurur, vendos të bëjë një telefonat për të mbajtur kontrollin e situatës. Ajo merr në telefon Asuden, me qëllim të kuptojë se çfarë po ndodh me saj dhe Nursemas, dhe nëse plani për ta larguar atë nga shtëpia po funksionon siç e kishte menduar. Nga ana tjetër e telefonit, Asude përgjigjet me një ton të ngrohtë dhe mirënjohës, ajo se kishte idenë se çfarë po fshihet pas planit të fshehtë. Ajo mendonte me të vërtetë se Gorkem ishte ajo që e kishte shtyrë të mendonte për një punishte arti për Nurseman, një mundësi për ta ngritur, për të nxitur të ecë përpara me talentin e saj. Me sinqeritet, ajo e falenderon Gorkemin për idenë e mrekullueshme, duke i thënë se ishte pikërisht ky sugjerim që e shtyu të ftonte Nurseman për bashkëpunim. Pastaj e mbyll bisedën me një urim të ndershëm, të uroj lumturi dhe fat në marrëdhënien me fatin. Në atë moment, Gorkem buzëqesh në heshtje. Ajo e kupton që plani po ecën më mirë se ç'e kishte pritur, por në mendjen e saj, kjo nuk ishte thjesht një lojë, ishte një strategji e hollë, ku çdo fjalë dhe çdo veprim kishte një qëllim të fshehtë. Doha merr telefonin në dorë dhe vendos të telefonoj fatin, me një ton të qetë dhe të përmbajtur, i kërkon ndihmë, nëse ai mund të kujdeset për Xhemren derisa të përfundojë ceremonia e varrimit. Në zërin e saj ndihej një ndjenjë përgjegjësie, por edhe një lodhje e thellë shpirtërore. Fati, i cili ende ndjen dorën afër zemrës së tij, përgjigjet me mirësi dhe gatishmëri. Jo vetëm që ai thotë se do të kujdeset për Xhemren, por i ofron me zemër që ta mbajë edhe më gjatë. Nëse doa ka nevojë për pak më shumë kohë apo qetësi, aty për aty ai sheh një mundësi të vogël për të qenë sërish pjesë e jetës së saj dhe të vajzës së tyre. Në atë çast, afrohet Girai dhe Doha i thot Fatit se duhet ta mbyll telefonatën. Pasi mbyllet telefonata, brenda Fatit zgjohen ndjenja të njohura, si xhelozia, humbja dhe një copë zemre e cila ende nuk kishte dorëzuar plotësisht nga dashuria.
Tek hyrja e shkollës, gruaja që po luan rolin e nënës së shqetësuar për vajzën e saj, ndalet për një moment. Ajo e di mirë se nëse futet Mustafa brenda, rrezikon që e gjithë gënjeshtrat të dalë në dritë dhe për këtë arsye vepron me kujdes. Me një zë të butë dhe të shqetësuar, ajo e bind Mustafan që të hyjë ajo vetë në shkollë për të marrë vajzën. Mustafa si gjithmonë zemër butë pranon. Megjithse nuk ndodh asgjë e dukshme që të ndezë alarmet, një ndjenjë lehtë dyshimi i kalon në mendje. Diçka nuk i duket aq e natyrshme sa më parë. Nuk është se ka prova, por ndjesia e brendshme flet. Pavarësisht kësaj, merr vajzën dhe së bashku me nënën e saj i çon në shtëpi. Në makinë atmosfera është e heshtur, por nën sipërfaqe lëviz shumë më tepër se sa fjalët që thuhen. Një aparat fotografik është fokusuar tek Mustafa. Një foto e kapur në momentin e duhur, ku ai ndihmon, qëndron afër, madje duket i përkushtuar. Nga jashtë gjithçka duket si një afrim mes një burri dhe një gruaje që kanë më shumë se një njohje të rastësishme, por brenda realitetit Mustafa thjesht po bën një gest njerëzor pa qëllim të fshehtë. Dhe Gorkem pas këtij plani nuk ka nevojë për të vërtetën, ajo ka nevojë për prova vizuale që mund ta përdorë në momentin e duhur. Dhe pikërisht këto prova ndodhen në duart e njerëzve që Gorkem ka punësuar. Nga ana tjetër e telefonit, Gorkem flet me një zë të qetë por autoritar. Ajo i kërkon gruas që është pjesë e planit të saj të mos të riqet, të afrohet edhe më shumë me Mustafajin, t'i qëndroj pranë dhe t'i krijoj më shumë momente rastësore bashkë. Ndërkohë nga ana tjetër, Gorkem përpiqet të afrohet me Fatin. E sheh që ai është ende i udhëtuar dhe emocionalisht i lëkundur, kështu që ajo përdor një kartë tjetër më të ndjeshme, Bebushin. Me një zë të butë i afrohet dhe i thot: "E ndjen, lëviz, më beso." Ndjesi kur po na flet, më duket se është një djalë. Fati megjithse i udhëtuar nga gjithçka që po ndodh rreth tij, për një moment dalet dhe përpiqet të dëgjojë. Ai nuk është plotësisht i bindur, por fjalët e Gorkemit prekin diçka të brendshme. Xhemal i kapluar nga fiksimi i thellë për këmbëllçamin, nuk gjen më qetësi. Përpiqet të marrë kontrollin, nuk është thjesht një interes. Është nevoja për të pasur kontroll të plotë mbi të. Duke pasur akses në llogarinë e saj, ai ndalet për një moment, duke parë galerinë e fotove, syt i ngulen në një seri fotosh ku këmbëllçam është me Omerin, të afërt, të qeshur dhe të sinqert. Zemra i rreh fort nga një xhelozi që i errëson gjykimin. Pse i mban ende ato foto dhe pse nuk i ka fshirë? Çfarë ndjen këmbëllçam ende për Omerin? Nursema u tregon me entuziazëm familjarëve të saj për bashkëpunimin me Asuden, për mundësinë që i është dhënë, një punisht e re ku mund të shfaq artin e saj, talentin që për shumë kohë e kishte mbajtur të fshehur. Abdullah e dëgjon me vëmendje, po si një njeri i matur, e sheh gjithmonë me një sy më të kujdesshëm. Por para se të shprehet më tej, dërrym pembe. Këtë herë ndryshe nga herët e tjera, ajo e sheh vajzën si një grua që po përpiqet të marrë jetën në duart e saj. Gjithashtu dhe Fati uron dhe mbështet Nurseman për këtë projekt.